Ekspertët nuk duhen të jenë të politizuar. Nuk mund të ketë asnjë reformë që të funksionojë në terma afatgjat, qoftë se nuk hiqet financimi i tyre nga oligarkë dhe të kenë. Ju lutem, me qënë se kemi një urbanist. Faleminderit për fjalën. Dhe pikë së pari, mua më vjen mirë që bëhet kjo dëgjesa publike. Së pari, quhem Elis Baba, arkitekt urbanist. Dhe dëgjesa publike do të ishin një ndër elementët kryesor kur fillon planifikimi kaq i rëndësishëm. Për fat keq në Shqipëri këto zakonisht janë show, janë fars, dhe un kam frikë se edhe kjo e sotshmja mund të rezultojë diçka e tillë, duke parë edhe orientimin kur merret fjala dhe vojtja për ta marrë të fjalën e shkret. Do të doja shumë që këtu të kishte më shumë ekspert, më shumë profesionist, ata që në realitet janë personat më të aftë për ta bërë këtë reformë dhe të dëgjojmë tepër fjalët e tyre. Unë shikoj aty në podium që ka dhe emra ekspertësh dhe uroj që ata të kenë një farë lirie në shprehjen e tyre profesionale, në atë që ata kryejnë. Por nuk po zgjatem shumë, po hyj ke tema. Për sa i përket reformës territoriale, pikë së pari ne të gjithë jemi mbledhur për të diskutuar pikërisht për territorin. Dhe territori shqiptar në 30 vite duket sikur i ka arritur skadenca, datë skadencës, dhe qeverisja ka vendosur që ta konsumojë këtë sa më parë sepse i ka arritur datë skadencës dhe duhet të konsumuar. Në mijëra vjet nuk është konsumuar kaq territor shqiptar sa në këto 30 vite. Dhe qeverisja dhe politika territoriale nuk po bëjnë asgjë më tepër se sa bëjnë një show dhe vazhdojnë të njëjtën strategji. E vetme strategji që unë shikoj në terma afatgjat, sepse ju folët politikanët aty folën për perspektivat për të futur në Evropë në 2029. U tha që planifikimi i territorit patjetër është një plan që mendohet për 20 vjet, për 50 vite të ardhshme. Por si mund të mendohet për këto 50 vite të ardhshme kur ne bëjmë marrëveshje për të futur në Evropë, ku kërkohet dekarbonizimi, ku kërkohet energjia e pastër, Shqipëria i firmos. Shqipëria është një vend që ka fat për diell, për resurset hidrike dhe aktualisht i ka rreth 90% të energjisë së pastër, por ndërkohë nënshkruan jep leje për tec fosil në zonën e Fierit, në një zonë agrikulture, në Toskanën, siç e quajnë kryeministri, dhe për energji e cila do t'i shkojë Greqisë, një vendi të BE-s ku nuk lejohen më ndërtimi i teceve fosile. Dhe ndërkohë, vetëm 2 ditë më parë, nuk e di sa ka firmosur për gazifikimin një kontratë maramëndse miliarda për të përdorur gazin në Shqipëri. Por se do vej ky gaz?